kuptim ka emri Allah? Ne thamë që është një emri i përveçëm, që tregon qenien e Zotit ton, krijuesit të gjithësisë subhanahu wa taala. Por ky është një emër me kuptim. Dhe ky emër do thot i adhuruari. Allah do të thot i adhuruari. Emri Allah në gjuhën arabe në fakt origjinën e ka nga emri El Ilah. El Ilah e keni dëgjuar, ilah, la ilaha illallah, ilaha. El Ilah është një pjesës aty. El Ilah. Arabët e kanë heq hemzen, që është fillim. El Ilah, ilah, e kanë heq hemzen dhe njërin lam e futën ke tjetri dhe u bë Allah. Për madhërim dhe theksim e shprehin më fort Allah. Kështu që fjala ilah do thot i adhuruar, Allah do thot i adhuruar, ai cilin ne e adhurojmë me frikë, me shpresë, me dashuri, i lutemi atij, falemi për të, presim kurban për të. Pra ai është i adhuruari, të cilin e adhurojnë krijesat subhanahu wa taala.